Mbrëmje përcollën Parlamentit projekt buxhetin 2026 dhe jam realisht i lumtur sot, se kam përdorur ndonjëherë këtë fjalë, por jam i lumtur sot të them pensionistëve se mu ashtu, siç u zëtuam në zgjedhje, ky mandat do të jetë mandati i rritjes së përvitshme të pensioneve. Siç e kam thënë gjithnjë, kjo është pjesa më e vështirë e politikës financiare të një vendi, pensionet. Por, më në fund, pikërisht sepse nuk jemi më ai vendi që mezi mbajnë këmbë, po jemi një vend me një ekonomi të qëndrueshme që rritet çdo vit, mund ta bëjmë atë për cilën u zëtuam. Të arrijmë vit pas viti, të rrisim pensionet sipas objektivave të shpallura për secilën kategori. Kështu, pensionistët tanë, përveç se do të marrin këtë dhjetor, bonusin e fundvitit, duke filluar nga janari do të kenë një rritje tani më të shtrirë muaj për muaj, përmbi indeksimin e përvitshëm natyrisht. Konkretisht, sipas kategorive, në fund të mandatit duhet të arrijmë që pensioni mesatar të rritet si më poshtë. Pensioni urban me vitet plota pune të shkojë 40.000 lekë të reja nga 27.350 që është sot. Pensioni urban i pjesshëm të shkojë mesatarisht 22.000 lekë të reja nga 15.850 lekë që është sot. Pensioni rural të shkojë 18.000 lekë të reja nga 11.500 që është sot. Pensioni familjar të shkojë 18.000 lekë të reja nga 11.400 që është sot. Dhe pensioni i invaliditetit të shkojë 30.000 lekë të reja nga 20.000 që është sot. Është folur dhe është premtuar shumë për rritjen e pensioneve, por përveç se një indeksimi minimal, asgjë tjetër nuk është bërë. Pensionistët, si rritje të pensioneve, kanë marrë vetëm disa qindarka shtesë, të cilat sigurisht nuk ndihmojnë as pak dhe siç tregojnë edhe ata vetë në përmirësimin e situatës së tyre ekonomike. Jo vetëm kaq, por pensionistët thonë se ndër vite, premtimet për rritje të pensioneve kanë mbetur vetëm në letër, sepse në realitet nuk është realizuar asgjë. Ata komentojnë edhe vendimin i cili ka hyrë tashmë në fuqi dhe parashikon rritje të përmuajshme të pensioneve. Qytetarët tregojnë se të tilla premtime nuk i besojnë më, teksa kanë humbur shpresën se një ditë pensionet do të rriten. Kërkojnë me patjetër rritje pensionesh si një nevojë e tyre emergjente, teksa thonë se edhe shpërblimi për kontributin edhe ndër vite për qytetin duhet jetë edhe më i madh. Qytetarët komentojnë gjithashtu edhe miratimin e vendimit i cili ka përcaktuar shpërblimin e fundvitit për këta të fundit. Sipas tyre, ky shpërblim i ndihmon vetëm për të kaluar festat e fundvitit, por nuk është zgjidhja. E dëgjova. Mua më duket shumë keq. Unë marr 130.000 lekë. Po marrë 200.000 lekë shpërblim. 150, më fal. 150 se aq e dhanë ata ndaj. Po mua nuk më dalin. Unë dua ilaçet, do të pagoj dritat, do pagoj ujin, do pagoj atë telefonin. Çfarë më ngelet mua që apo do vetë të marr një gjë. Çmimet janë në maj. Ja del do të bësh vit në ri me aq lekë se do marrësh. Nuk e di, jo. Edhe sot kryeministri Rama foli me të madhe duke thënë se pensionet do të shkojnë në 400.000 lekë. Beson? Nuk më besohet. Nuk më besohet që dhe ai t'i shpiraq. Se unë kam kaq vite, se dola si nën me shumë fëmijë, edhe marr sot 130.000 lekë me ato që arritur. Është premtuar shumë merr, ju ka ikur shpresa. Po, nuk kemi më shpresa. Nuk e shikoj shumë të arsyeshme për arsye sepse ajo 150 është një diçka që sa përthen, por mbas 150 çfarë mund të bëjnë të tjerë? Unë për shembull jam pension, 100.000 lekë marr. Është shumë keq që na gënjen gjithnjë. Të del të bësh vitin e ri me, po them 250 që do marrësh apo 25.000 lekë? Absolutisht nuk është të. Unë nuk gëzoj fare, jo unë, po gjithë pensionistët nuk gëzojnë për arsye se ato 150 ose 200.000 lekë që do marrë me gjithë pensionin, është sa për një muaj, për të dhjetor që është për vitin e ri. Çfarë duhet bërë sipas teje? Po gjithnjë neve shpresojmë për të na dhënë në një
shtesë pensioni është shumë mirë. Shtesë pensioni të paktën ato që ka thënë ti premtoj edhe të japin sa më shpejt. Jo atëre kur do ai, por është nevojë tani urgjence. Është thënë që do rriten pensionet, madje e tha dhe sot që do të rriten pensionet dhe do të shkojnë deri në 400.000 lekë, e beson? Nuk e besoj, nuk është e vërtet asnjëherë, sepse po të ishe për të bërë ai e bënte. Sa herë ka thënë, ka kaq vite që po thotë, do rritet pensioni, do rritet pensioni. Absolutisht. Sa është, më të bjoj? Sa pension ke? 120. Do marrësh e 150 të tjera. Po deshat na bëj qirave. Pse më? Do na shtoja, po do na jap kështu. Për vit të rrit do jap 150. Mirë. Rofta je dirama, po sikur e ka keq punën. Pse e ka keq? Po të na shtoj pensioni se gjyna. Sa do rojën ta pensioni? Sa kam punuar për këtë Qipëri? Sa kam punuar? Edhe po punoj akoma. Keqe nëna jote. Ndaj, a i të vërgjishtin kokës vetë për plejtë. Që kanë poshtë. Jo për ata që marrin në 400 në 500. Të del aq lek të bësh vit njeri? O, për vit të ri, për një natë, po të unë zdojnë 150. Se unë s'jam lugat, se jam njëri. Doha me kurcim. Po nuk të ndihmon besoj më pas. Po, nështë po na i ngriti pensionin. Roft. E beson se do rritet në njerë pensioni? Po ma se do rritet, ma se roj, ku she di, jo, po vdiqa, leta anë edhe atë kjo. Ka gjithashtu shumë prej pensionistëve të cilët përgjigjen duke përdorin ironin për të treguar një pjesë të realitetit të dhimbshëm që gjendet kjo shtresë, të ndodhur përballë faktit të pensioneve minimale dhe kushteve të vështira të jetesës, duke mos besuar më në nismat ligjore, fjalët e thëna janë të pakta, teksa vetëm ironia ka mbetur për të treguar realitetin e dhimbshëm. O, gjë e madhe fare është. Mirë fare. Mjafton? është miratuar, a? Mjafton shumë. Sa pension ke? Ka plot. Sa pension ke? Sa pension me? 99. Do marrësh? Po plot i kemi ne, plot i kemi. Plot i kemi, plot. 29 në vitet. I nderuar. Ja del do? Ja dal shumë, ka shumë. Pensione. Me shumë mirë e kemi, na del.